Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhur e falenderojmë vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdata të bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe çdo ata që ndjekin rrugën e drejtë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndrohet besimtar, do vazhdojmë edhe sot me lenin Allahut me disa udhëzime dhe këshilla në përgjigje në pyetjen që e kemi bërë javë më herët, çka na mungon. Jeta në këtë dunja nuk mund të kompletohet asnjëherë. Gjithmonë diçka mungon. Njeriu sot që të ketë nga pasuria, nga shëndeti, nga pozita, nga mirësitë e dëshme, gjithmonë diçka do të mungon. Nga se dunja nuk është e krijuar për të ne plotësuar gjitha kërkesat. Nuk është dunja e krijuar për të i plotësuar gjitha dëshirat e njeriu. Por njeriu duhet që të kërkon atë që është e domosdoshme. Duhet të kërkon atë që duhet ta ketë në këtë dunja, e pastaj çështjet e tjera nëse vijnë, elhamdulillah, nëse nuk vijnë, nuk është as i pari as i fundi që i mungojnë. Prandaj njerëzit në këtë pyetje çka mungon mund të japin përgjigje të ndryshme. Dhe gjitha këto përgjigje ndoshta shpesh nuk janë në frymën e udhëzimeve të duhura. Nëse njerëz mendojnë se nëse mungon luksi i caktuar, kjo mungon, duhet të plotësu, ose mungon diçka nga begatit e mirësitë e dunjas, kjo është që mungon. Mirë po ne i munduar që gjatë javëve me radhë të japim përgjigje sipas asaj që na ka mësuar Allahu dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj, dunjaja të ndërruar pa durim nuk kalohet, pa sabër nuk kalohet. Andaj kemi folë për sabrin javë me radhë. Çfarë sabri na duhet? Në cilat fushë na duhet durimi, dhe këtë kemi kaluar. Pastaj kemi folë për falënderimin. Na duhet të jemi mirënjohës ndaj njëri tjetrit. Falëndërues për çdo çka bëjmë, për çdo kujdes që dikush e ka treguar karshineve, duhet të jemi falëndërues dhe mirënjohës. Edhe për këtë kemi folë në mënyrë të sqelluar e të detajzuar. Pastaj ne mungon edhe pendimi. Na mungon pendimi, për faktin se problemi më i madh në jetën tonë është mëkati. Andaj nuk ka mundësi njeriu të bëhet rahat e jeta e tij e mbushur mëkatim. Nuk ka mundësi njeriu të ndinjë kënaqësinë negative ndërsa i zhytet në mëkate. Andaj duhet pendim që të pastrohemi nga mëkatet, dhe ky pendim duhet të jetë i kopashkosh në vazhdimsi. Jo një herë edhe të merr fund, për faktin se mundësia për të rënë mëkate është e vazhdueshme, andaj duhet edhe pendimi të jetë i vazhdueshëm. Dhe për këtë kemi folë në mënyrë më të detajzuar në javët e kaluara. Pastaj kemi thënë që të flasim për edukatën. Dhe kemi thënë se na mungon edukata. Dhe mungesa e edukatës realisht komplikon jetën, e bën të ngarkuar, e bën të rëndë. Dhe kemi filluar me edukatën me Allahun. Si duhet një besimtar të jetë i edukuar me Zotin e tij. Kjo është e para. Dhe këtu fillon gjithçka. Çdo edukat fillet i ka te besimi në Allahun e mënduar. Te edukata me Allahun xhalla xhelaluhu. Pastaj edukata me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Nuk mjaftohet që të thuhet besoj në pejgamberin se është i dërguari i Allahut, besoj në Muhammedin alayhi salam se është dërguari i Allahut. Jo, ka një varg aty kërkesash që duhet me i përmbush në përputhje me këtë deklarim. Andaj edukata me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kemi vazhduar takimin e kaluar me edukatën me prindrit, duke e radhitur me njëra mas edukatës dhe besimit në Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wasallam. Rëndësinë e kësaj edukate dhe si duhet të manifestohet në jetën e përditshme edukata ndaj prindrit. Dhe kemi thënë se besimtari i cili nuk është i kujdesshëm, nuk është respektues ndaj prindërve, rrezikon këtë punë të mira që i bën dunjën. Këtë i ka në rrezik. Këtë i ka domthon të pasigurta se mund të shpërblet për to. Që është çështje e ndihshme, është çështje domosht shumë e rëndësishme që besimtari me kuptu se çka do të thonë me i respektu prindrit. Edhe pse normalisht kemi thënë se prindrit janë krijesa, edhe respekti e tyre ka një kufi. Mirë po, derisa të arrim të kufini ka punë. Nuk mundet bash ashtu letë më përmbush hapësira e garantuar për respekt ndaj prindërve. Ka gjë është hapësirë e madhe.
Ka gjë është punë e madhe. Megjithatë, i ka disa kufi që realisht duhet më ndalë tek ato. E ato kufi janë, domethënë të përcaktuara me udhëzimet e Allahut. Nuk lejohet me të kalu kufirin që duke respektu prindin me e hidhru Allahun e mëdhenuar, me shkel kufin me Allahun, me e prish edukatën me Allahun. Kjo s'ban. Mirë po, përderisa jemi të edukuar me Allahun, do të jemi të edukuar me prindrit. Sot do të flasë për një çështje tjetër të ndërruar që mungon e që është serioze dhe sjell probleme në jetën tonë dhe komplikime të shumta, e që është tim që kanë më trajtu gjatë e me ju qas nga kënde të ndryshme, por do të mundohem që mbrana kohës që kemi deri në ezanin e xumas, mi përmend spaku disa udhëzime të rëndësishme që na orientojnë në plotësimin e duhur të kësaj teme në jetën tonë. Andaj, çka na mungon? Na mungon edukata me Allahun, na mungon edukata me pejgamberin, na mungon edukata me prindërit dhe na mungon, sot do të flasim, na mungon edukimi i fëmijëve. Sot të ndërruar shohim që jo rrallë familje, domethënë nuk e kanë të ndërtuar si duhet respektin ndërsjellët. Veçanërisht ka ankesa të shumta të prindërve për sjelljen jo të mirë të fëmijëve të tyre karshi tyre. Dhe padyshim se këta fëmijë që sillen kështu e kanë gabim. Mirë po, edhe në anën tjetër duhet që edhe prindi të merr një pjesë të përgjegjësisë se a thu vallë si e ka edukuar këtë fëmijë. Mund të jetë prindi në rregull, nuk po them, por ka edhe shumë raste që prindi ndoshta ka lënë shumë zbrasira në edukim e pastaj mungesat e këtij edukimi janë përkthyer në rebelim të fëmijët karshi tij. Me ditë çka do të më ndërtojë fëmijët, me çka me eduku, me çka me rrit këtë fëmijë, është shumë e rëndësishme. Prandaj të ndërrozo ai prind i cili komplet për kushtimin e tij për edukim të fëmijëve ka të orientuar në aspektin material, do me jep me hongër, me pi, me vesh, me mbath e kështu me radhë. Mirë po, nuk e mbush nga brendia e tij, nuk e zbukuron nga brendia e tij me çështjet kërkuara, padyshim se ky fëmijë mbetet i zbrazët. Dhe në momentin kur ti harxhohet ana materiale, ai e humb motivin për me respektu prindin e tij. Ndoshta edhe për shkak të aspektit material e haron prindin e tij, e lën anash, e lën, domethënë pa kujdes, sikurse fatkeqësisht edhe ka raste që i dëgjojmë. Lën prindëve të muar, vrapon pas dunjas, pas knacive, pas argëtimit, ndërsa nuk është në gjendje me ja përmbush kërkesat apo nevojat elementare prindit e tij. Pse bën këtë fëmijë? Për shkak se është i ndërtuar në frymën e materializmit, është i ndërtuar në frymën e kësaj dhunjaje. Andaj të ndërruar çka nënkupton me eduku fëmijën? Ka shumë domosdoshmë që duhet të kemi parasysh kur flasim për edukimin e fëmijëve. Mirë po duhet të përmeni 3 gjëra me rëndësi që kanë të bëjnë me edukimin e fëmijëve. Dhe kjo mënyrë e edukimit konsideroj se mungon. Nuk po them se nuk ekziston, ka alhamdulillah, por mungon. Mungon, nuk është e përmbushur sa duhet. Nuk ka kujdes mjaftueshëm në këto pika që do t'i përmendi. Andaj është çështje e rëndësishme. Çështja e parë të ndërruar që ka të bëjë me edukimin e fëmijëve është se prindi duhet me kuptu se edukimi i fëmijëve në frymën e duhur është përgjegjësi që ka me dhënë për te llogari për Allah të mënduar. Ki mu vetë për fëmijët e tu, Allah ka me të vetë, çka ke me fëmijët, a i ke eduku, a i ke mësu, a i ke udhëzu, çka ju ke thonë, ka me të pyet Allah i mënduar. Është pyetje që do të na bëhet nga pyetjet elementare të llogaridhënies ditën e gjykimit. Allahu xhallahu ala Kur'an thot: Ja ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. O ju që keni besuar, ruajeni vetën e juaj dhe familjet e juaja nga zjarri i xhenemit. Shiko, ti që ke besu, ti që je përgjegjës për familjen tonë, ruaje familjen tonë nga zjarri i xhenemit. E çka nuk kupton me rujt, çka duhet me bona për me eduku, për me rujt një familje nga zjarri i xhenemit? Ka thonë këtë përgjigje dietarët tonë, kanë thonë sikur sa Aliu radhiyallahu anhu ka thonë: Allimuhum wa adibuhum. Ka në 2 sene kime i bon. Kime i mësu atë që duhet me i mësu edhe me i eduku në frymën e asaj që duhet me eduku. 2 sene me i mësu dhe me i eduku. Andaj është përgjësi, kime dhonë llogari për Allah të mëdhnuar, që
për begatin që Allahu ta ka dhënë, çfarë ke bërë? Si e ke përmbushti këtë kërkesë? Si e ke përmbushti këtë detyrim që ke ndaj Allahut të mëdhenuar? Mësimi dhe edukimi çka më kupton? Mësimi dhe edukimi të ndërruar vëllezër në kuptoj fillimisht me mësu kush është Zoti i tij. Me mësu kush është pejgamberi i tij. Me mësu cila është feja e tij. Kjo është mësim me mësu. Me mësu kush të ka kriju. Me mësu kush të begaton, kush të furnizon. Me mësu kuj duhesh ti lutesh, kuj duhesh ti përulesh. Me mësu obligimet elementare që i ka karshi Zotit ti, sikurse është besimi i drejtë, namazi, e punë të tjera. Nga se kjo është e rëndësishme shumë. Me mësu fëmijën besim në Allahun te bareke ve teala. Shikoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe fëmiu ka mësu besimin në Allahun xhallahu, jo vetëm të rriturve. Edhe fëmiu ka mësu. Për shembull, Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu ka qenë prej të afërmit të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Mirë po, nuk e ka lënë pejgamberi sa anash. Ka qenë fëmijë. Në kohën kur e ka këshilluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndoshta si ka të kalu 10 vjet. Ka qenë shumë i ri. Fëmijë ka qenë. Çfarë porosie ka pejgamberi sa Ibn Abbasit, sa dhe porosi komentohet nga dietar që edhe na kemi nevojë shumë për të, jo vetëm fëmijët tonë. Andaj ka thonë pejgamberi sa Ibn Abbasit, djalit të Agjës, po ka qenë fëmijë i vogël ai. I ka thonë ihfadhillaha yahfazka. Ruje Allahun, të ruan Allahu ty. Që ka ruje Allahun, ruj raportet me Allahun, ruj kufit Allahut, ruj e knatësinë Allahu xhallahu ala, mos shkel ku nuk duhet, e pastaj Allahu të ruan ty. E ka mësuar se duhesh me rujt Allahun e para, dhe e ka mësuar se Allahu është ai që të ruan. Unë si prind, ai si prind, ky si bab, ai si non, na mund t'japim një mund caktuar, po prap Allahu është ai që e ruan. Allahu të ruan. Dhe ihfadhillah yahfazka. I ka thonë ihfadhillah tajidhu tijahak. Ruaj Allahun xhallahu që më gjej gjithmonë para vetes tonë. Kur Allahu nuk lën. Shikoj çfarë lidhje me Allahun xhallahu ala, e ka eduku edhe e ka mësuar që me rujt Allahun, me u kujdes për Allahun, me u kthy ka Allahu dhe që Allahu ka me rujt. Ka me rujt në çdo situatë. Ka me rujt nga çdo rrezik, nga çdo devijim, nga çdo lehitje. Kur ky e ruan Allahun te barekuhu taala. Fillimisht kështu me rujt. Andaj kjo është një mësim i rëndësishëm. I ka thonë, o idha sta'anta fasta'in billah. Kur kërkon ndihmë, kërkon nga Allahu mas pari. Mas pari nga Allahu kërkon ndihmë. Pastaj ndihmën e prindit, e shokut, e mësuesit, e kujt e çopë njerëzve. Ama mas pari mësoj me kërku ndihmën e Allahut më dhuar. Kjo është mësim i madh. Kur ti mëson që ai në çdo situatë i kthehet Allahut më dhuar. Në çdo situatë të komunikon me Allahun te bareke taala. E të ndërozë, kur ai ndërtohet mbi këtë mësim dhe edukohet me këtë mësim, padyshim se pastaj raporti me Allahun e ka shumë të rëndësishëm. Mirëmbajtja në raportet me Allahun e ka shumë të rëndësishëm. E nga mirëmbajtja raportit me Allahun është ty me të respektu si prind. Në shiko, ti edukon me dashur Allahun, e Allahu e obligon me dashur ty. Në kur ne mësojmë fëmijën me dashur Allahun, me respektu Allahun, me rujt Allahun, ne rreth mësojmë edhe në kuptimin e kësaj, edhe neve me në dashur, edhe neve me respektu. Pse? Nga se ky fëmijë të ndërruazër që mësohet dhe edukohet me dashur Allahun, me besu Allahun, me i nështru Allahut, ka me kuptu se ky nështrim dhe ky besim ndaj Allahut nuk kompletohet nëse ndaj prindi nuk është i kujdesshëm. Andaj kjo është mirë sinqerore. Ti ja mbjell farën e besimit në zemër, e pastaj kur kjo farë mbjellet e të bëhet një pemë e madhe, një nga degët kryesore të kësaj pemë të besimit është me të respektu ty si baba dhe ty si nonë. Me mësu me dashur Allahun, me mësu me respektu Allahun, me mësu që njëtën e ti më i rëndësishme është Allahu xhallahu ala, besimi në Zotin xhallahu ala. Dhe kjo është pastaj investimi i dur dhe orientimi i dur për krejt kërkesat e jetës së tij. Ai që e don Allahun, ai që beson Allahun, ka me respektu prindrit, ka me qenë i suksesshëm në shkollë, nga se e din se ajo është përgjegjësia atje. Për shembull të ndrozur, nëse ti fëmijën tënd edukon se ka ditë gjykimet, edhe kena me dhënë llogari. Dhe nga ajo që kena me dhënë llogari është begati që i përdorim. Allahu thotë: "Wa la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im." A ditë keni më u pyet për begatit?
e mësën që një trosh me gjujtë zban, e mësën që nuk duhet me hudh ushqimin në kontenjera, nuk ban, e mësën që duhet me rujt lapsin, me rujt gomën, me rujt kletorën, nga së është begati që Allah për të kam e të pyt, e mësën që tjetë i zëtëshëm në shkollë, nga se këtë qka e investohet për te, për me kry shkollën, realisht është begati, e për këtë begati këmë edhon përresi për Allah të manuar, nëse nuk e qënë vend si duhet. E mësën e koni i vëmendshëm, i kujdesshëm, karshi begative, karshi mirësive, falënderues për çdo mirësi, për çdo kontribut që prindë e bën për te. Dhe që kjo është pastaj mjaftueshëm treguese ky fëmijë nesër si ka me qenë. Ky fëmijë nesër kush ka me qenë? Me eduku në atë që thash e ka eduku pejgamberi gjeneratën e parë. I përmend disa nga udhëzimet e këshillës që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka dhënë Ibn Abbasit. Para pejgamberit, para Ibn Abbasit, e kemi surën Luqman. Surja Luqman që është emri i një të dërguari, njëri të mirë në të kaluarën, i cili ka qenë i njohur me këshillat e tij dhën djalit e tij. Andaj aq i ka pas këshillat përmbajtësore, aq i ka pas këshillat e duhura, saqë Allahu xhallahu ala këshillat e tij ka përmend në Kur'an. Me na mësu që këshillohet djali apo vajza. E këshilla e parë ka qenë ja bunayya, la tushrik billah, inna shirka la dhulmun adhim. Birja mësoni jetone, kur Allahu shok mos më i bë, se në moment kur i bën Allahu shok në adhurim me besim, ti ke bë padrejtim më të madhe. Me mësu, me madhnu Allahun, me dashur Allahun, me besu Allahun, me ja dhën atë që i takon Allahut dhe askujt pas Allahut. Me mësu, kur shto edukohet, kur me këtë frymë ai ushqehet, me lejen e Allahut manduar do të jetë pastaj shumë i kujdesshëm. Prandaj të domosdoshmë me mësu, me ul dy gojë me mësu. Kush është Zoti? Kush është Allahu? Ai mund me një për Zotin, ndoshta nga burime ndryshme. Gajer fëmiu mund të ndërton percepcion, kuptim për Zotin që levona jo nga burimet islame. Hyn dikon në faqe internet, për shembull dëgjon dikën që flet për Zotin, por nuk ka musliman. Dhe mund të ndërton kuptime për Allahun xhallahu larg mësimeve islame. Prandaj para se me kap tjerët, para se me mush tjerët, ti moshe. Ti udhzoje. Ule sa është ende i vogël, sa kupton çka po i thuti. Dhe me fjalë të buta, me fjalë të mira, me shembull të mirë i kallzon kush është Zoti jon. Kush është Allahu azza wa jall. Zoti është krijuesi, ai na ka krijuar. Zoti është furnizuesi, Allahu është i gjithfuqishëm. Apo, ai është i buti, ai është i miri, ai është dhruesi begative, ai më ka kriju mu, ai të ka kriju ty, ai kujdeset për mu e për ty, e kështë më radhë. Pastaj më mësua edhe ato tjerë që kanë me adhurimin, Allah është i vetmi që meriton të adhurohet, prandaj vetëm Allahun duhet me lutë, vetëm Allahun duhet me erujt, pastaj duke erujt Allahun dhe kufit Allahut i rujmë të tjerët, duhet që të mbështetesh vetëm në Allahun e manduar dhe nga ai të kërkosh e kështu me radhë nga mësimet e shumta që përbëjnë besimin në Allahun e manduar dhe gjithashtu për pejgamberin alayhi sallam. Kush është pejgamberi yt? Kush është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Është ky ka ardhur në Mekë a dërgu, ky është ai i parë që i ka zbrit, ka në Mekë 13 vjet, disa informata për periudhën e Mekës, pastaj ka shkuar në Isra dhe Miraj, pastaj ka shkuar në Medinë, është përngull hijreti, në Medinë ka pas disa tjera stacione, disa tjera ngjarje zhvillime, disa i ka vdekja, ka vdekur kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, disa nga udhëzimet çka na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do fjalë kështu na ka thonë, kështu na ka thonë. Me mësu çka është Islami. Çka është Islami? Këto janë të rëndësishme të ndërmozur. Dhe ashtu nga ajo që duhet me mësu fëmijët tonë dhe me edukuar të është edhe vlerat tona. Që fëmiu të rritet në vlerat e duhura dhe të pastërta islame. Cilat janë këto vlera? Dashuria, respekti, turpi, me mësu me pas marrë. Jo mja ik marrën, nëse turpi është rregull. Turpi është në rregull. Por me mësu që tjetë turp, do më një duhur, jo turp që e bën të larguar, të izoluar, jo. Jo turp që ja dëmton kënarin dhe dignitetin, jo turpi që s'ka bëj me turpin islam. Po turp me kuptim islam, turp i që në kuptan një forcë të brendshme, edhe vepruese mi kryo obligimet, por edhe frenuese më ullën nga pëtëkqia, marrë është me bo këta pizoti, marrë me bo këta pimsusit,
marrë më bësë është njëri ma i vjetër, turp, përndaj me edukun turp për marrë, me mësu vajzën se është marrë me dalë shto, nuk banë kjo mu du kur delë një sakake, kështë më radhë, turp, se duhet me kuptu që ka është turpit të ndrëzër, ullja kur ullja, qysh më ullë, gjitha këtë në ka mësu, Allahu Gjelloh dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, u mësu qysh më ullë për atiku, qysh me folë me dikan, qysh me komuniku me dikan, andaj Lukmani i tha birit vetë, birim, mos e ngrit zonin, mos bërtit, nga se zonin maj urit në zoni gomarit. Apo, pse më bërtit? Fol qetë, fol mirë, mos u bërtit njerëzve, mos e ngrit zonin tepër, e kështu më radhë. Dhe këtu e më vlerat të rëndësishme, respektoj e matë vjetrin, me respektu matë vjetrin të me mësu, fëmijën, me edasht vla, me edasht motrën, me kom bujar, me dhanë, mos me kom dërshtë rëngum, me mësu. Është e rëndësishme kjo, këtu e vlerat tona që duhet të me eduku, që nesër me kon bujar, nesër me kon dërdhënës, nesër me kon krenar, nga se nga vlerët dhe krenaria, mos më ndi kompleksuar për fejnë që e ka, mos më ndi kompleksuar për namazin që duhet me e falë kur vjen koha namazit. Me thonë, birë jam, ku të vjen namazit, bia ime ku të vjen namazit, që u falë se nuk ka marrë mu falë, marrë është mos mu falë, nuk ka marrë mu falë, nuk ka marrë me dhonë se pi alkoholin, është marrë me pi alkoholin, është marrë me lujtë bijaz, është marrë me shkullët të këshia, është marrë me folë fjallë të këshia. Kejtë të më mësua, është obligim, ndaj është edukim që fatkeqësisht sot në shumë raste mungon me këtë kompletim që e përmenda. Gjërë të ndërëzër, nga e që duhet me mësu fëmijën dhe me edukun të, është edhe çështja e shembullit, modelit, si kur duhesh më boti, kënë duhesh me njekti, rrugën e kujt duhesh me njekti. Këse fatkeqësisht sot shumë nga fëmijët tonë realisht janë të orientuar ka modelet që nuk janë të duhura, modelet që janë të gjymtuara, të sakatosura, së janë të kompletuara, e mund të i suksesshëm me një fushë tjetës, për i dështuar në këtë fushë atyre tjetës, të ndozër. Për shembull të ndozër, nëse njëri ka arrit sukses në çështjen e pasurisë, ka bo miliona, miliarda, mirë po nuk din kënë e ka bab, as non, as vlla, i keq në gjuhë, i pamoralshëm, a është kjo njëri suksesshëm? Jo, nëzi, sigur. Nuk është kjo suksesshëm, absolutisht, nuk ka kjo sukses. Ka plotëse që nështë kanë bo miliona, miliarda, mirë po i kanë bo veç në dorë, në zemër është fukare, në gjuhë është fukare, në menë është fukare, në zemër, në trup, në moral, në gjithë çka është fukare. Çka duhet kjo për? Ne na duhet dikush që është i pasur në besim, i pasur në dije, i pasur në shkencë, i pasur në vlera, i pasur në edukat. Ky na duhet të jetë shembulli jon. Ai që ja ka mësy kënaqësisë Allahut, ai që ja ka mësy xhenetit Allahu xhallahu ala, këta janë shembull që të më njeh. Me mësu fëmijët, me mësu bijat, biton, shembull të mëdhtë të dietarëve, të muslimanëve, të besimtarëve të mirë, të shokët pejgamberit alayhi salatu wasallam, po edhe të kohës tonë, para kohës tonë. Mi tregu që ka qenë gjyshi i tij, gjyshi asaje, që kanë besuar, që kanë bërë sabër, që janë dashur, janë respektuar, i kanë qenë shtëpiat, kanë prit musafir, mi tregu se kjo është kultura jonë. Kjo është kultura jonë. Që burrat kanë nejt me burra, gratë kanë nejt me gra, apo e që ka qenë kjo punë e rregulluar bukur, kjo është kultura jonë. Në kjo përzirje ka që madhe sa që pëndodhë, veçanërisht në situatat të dëfrimit, të tërktimit, apo ku veshja është katastrofike, apo sjellja është katastrofike, nuk janë këtu realisht tregues të kulturës tonë. Pra nuk bën me lënë fëmijën më urrit në këtë kulturë të shfrenimit, e kulturë të huajzimit që nuk është e jona. Kultura jonë është kjo, që shtu na gëzohemi, që shtu na martohemi, që shtu na pikëllohemi dhe kur des dikush, na nuk i ngrejmë flakt, na nuk i shkym teshat, ja, na bujmë sabër, na kajmë, loti rjedh, ama zemra është e kënaqshme me caktimin e Allahut të mënduar, edhe me tregu se çysh një musliman është i përmbajtur edhe në situata të sprovës. Edhe me kuptuar se jeta ka sprova, ka të lashe, nesër këtë punë s'kan me të shku, apo si mërshit nakull kallaj. Jo, ka me pas ka në kodrin, dikun ka me pas në vështirësi, në barierë, në barikad, në pengesë. Jeta është e tillë, me ushtru, me trenu që të ti gatë që më ballafaqohet me sfidat e jetës, jo i lastuar, jo i lazdruar, jo i përgdhel dhe në atë masa që një begativ me thjesht e bën me kajt, bjen depresion, nervoz. Çka janë këto fjalë? S'është kjo kultura jonë, s'është kjo edukata jonë. Andaj këtu më rëndësi për këtë që më dhon llogaritë ka lloj manduar. Andaj të ndrozur, ai fëmijë që realisht
po një begati ma thjesht, nervëzohet, shqetësohet, bërtet, nesër ty të bërtet, nesër me ty s'këtë të keq, pse? Pse realisht aja është mësu me ju përmbush kërkesat, edhe kur së përmbushet, aja s'shek kërën e ka përpara, a prind, a hoqë, a mësus, se ka gajle, për shkak se aja ndihet i shqetësuar për shkak të një begatie që i mungon ato. Një vonim në internet, një mungesi, një varlesi, një telefon është pak më i vjetër, ja nis me kompliku jetën, apo ja nis me qenë i dëshpëruar, i zgënjur, i nervozuar. A janë këtu ato që i bën muslimani? Jo asnjë. Andaj kjo është pjesë, kush është shembullit? Sikur të shmekon ti. Për këtë arsye të ndrozur në fund po them që Allahu xhallahu ala ka fol për pejgamberin Kur'an, ka fol për besimtarën Kur'an. Pse? Na mi pas shembull. Qëre që ka bëj Jubi a.s. Sa vjetë ka qenë i smut, ka bëj sabër. Shikoj Jusuf a.s. është ngacmuar, është provokuar nga një gru shumë e bukur, nga një gru me pozit që i ka ofru shumë mirë në dunja. Ama çfarë ka thonë? Kella, kur? Absolutisht. Madje në për çmim të ruajtjes së moralit ka thonë, Rabbi sijnu habbu ilayya. O Zot, në burg me shku për mosh me dashur se më ronë atë që aja po më thrat mua. Kur morali jam është i shajt, i paprakshëm, i pacenushëm. Të e mbledh ato, çka është dukata jonë? Shembullin është Jusuf a.s. me Jubi a.s. Isa a.s. Musa a.s. edhe në kokë gjithve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në kjo është edukata që duhet realisht të jetë dhurata, begatia, mirësia që ne i abartim fëmijëve tonë dhe për këtë kena më pyet tek Allahu i mënduar. Për këtë kena më pyet tek Allahu i mënduar. Allahu xhallahu ala i ruajt fëmijët tonë, rinin tonë, të reja tona. Allahu zot në rrugën e drejtë. I bëft Allah më të mirë se na, më të devotshëm se na. Dhe ja mundsoft Allahu xhallahu ala që çdo të lashë sfidë një që kanë ta kalojnë suksesshëm si duhet në frymën e asaj që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kaq për këtë pjesë, me çka ku e zon po e përfundojmë. Zoti ju ruaj, ju shpërblet, falënderit për vëmendjen. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.